Në kuadër të aktiviteteve të planifikuara që kanë të bëjnë me sigurinë në komunikacion, dje në orët e pasdites është realizuar edhe një aksion kontrolli që ka pas për qëllim të vërtetoj se sa drejtuesit automjeteve bëjnë kujdes me shpejtësinë e lëvizjes. Gjatë aksionit realizuar në Gostivar janë kontrolluar 49 automjete, ndërsa 19 prej tyre kanë bërë mbikalim të shpejtësisë, njoftojnë nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Me këtë rast 18 nga drejtuesit automjeteve janë përballur me gjoba konform ligjit, ndërsa ndaj njërit është iniciuar procedurë penale. Gjatë këtij aksioni janë vërtetuar edhe 11 lloje të tjera të shkeljeve, të cilat janë rrumbullaksuar me parashtresa adekuate penale apo me urdhresa për pagesë të gjobave. Një aksion i këtillë është realizuar edhe në Tetov, atje policia ka kontrolluar 34 automjete, ndërsa ka konstatuar se në 19 raste është bërë mbikalim i shpejtësisë. 18 prej tyre janë sankcionuar konform ligjit, ndërsa njërit vetëm se i është bërë vërejtje me shkrim. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov njoftojnë se aksionet e këtilla që në shënjestër do të mbajnë mbikalimin e shpejtësisë do të realizohen edhe gjatë periudhës në vijim. Kjo pasi që në pjesën më të madhe të aksidenteve në trafik, pikërisht mbikalimi i shpejtësisë ka qenë shkaktar kryesor i aksidenteve.